Nën dhe vajzë u gjetën të vdekura të hënën në Karposht të Shkupit. Trupat u lokalizuan pra një kompleksit banesor. Në vendngjarje dolën ekipe policore dhe prokuror nga Prokuroria Themelore Shkup. Rasti fillimisht u raportua si vetvrasje, por Ministria e Punëve të Brendshme thekson se kualifikimi i saktë do të dihet pas përfundimit të hetimit. Sipas deklaratave të familjarëve të të ndjerave, tragedia ka ndodhur pas disa viteve të raportimeve për dhunë familjare, dhunë fizike dhe psikologjike dhe kërcënime. Prokuroria Themelore Publike e Shkupit ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për zbardhjen e rastit tragjik. Një person është mbajtur në stacionin policor dhe po hetohet për përgjegjësi të mundshme penale. Po kryhen intervista me disa persona, po nxirren të dhëna nga telefonat mobil dhe po sigurohen pamje nga kamerat e sigurisë. Banesa ku ndodhi ngjarja është kontrolluar, vullosur dhe siguruar. Sipas informacioneve fillestare, nëna dhe vajza ndodheshin vetëm pranë banesës në momentin e ngjarjes. Prokuroria po kërkon gjithashtu raport të detajuar nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Qendra për Punë Sociale mbi çdo kallëzim apo ankesë të mëparshme të viktimës dhe do të kryhet kontrolli i brendshëm për të verifikuar trajtimin e këtyre kallëzimeve. Ndërkohë, statistikat për dhunë familjare në vendin tonë janë alarmante. Në vitin 2025 pati 6 viktima, ndërsa këtë vit deri në mars 2026 tashmë ka 4 viktima.